përgjithshëm të aksionit? Antimafia italiane nuk kam shtetur në asnjë fjalë, edhe nuk mund të shtes kur largimin e troplinit nga Shqipëria. Për antimafia italiane dhe për operacionin Ura, largimi i troplinit është një nga aktet më të rënda që ka ndodhur. Antimafia italiane ka bërë gjithë detyrat, por atë largoi njeriu që mbante në dorë, që mbajti 20 ditë në xhep, urdhër arrestin Irena Gjoks për troplinin. Nuk është antimafia italiane që ekzekuton vendimet. Është prokuria shqiptare ajo që ekzekuton vendimet, edhe gjykatat shqiptare. Kështu që nuk besoj kur se antimafia italiane do donte që të mos arrestoheshin boste e kartelit. Jo, nuk është një pyetje kjo. Boste e kartelit nuk donte të arrestoheshin Altin Dumani, Altin Troplini me Edi Ramën, se këta po punonin ditë e natë për vota në Durrës. Dhe ne i kemi denoncuar këta. Dhe ne i kemi denoncuar këta gjatë fushatës, me 10 herë. Edhe me 10 herë. Edhe darkat e tyre në kodër të kuajve, edhe drekat e tyre në shtëpinë e Vagjushit. Të gjitha. Prandaj dhe këtu, Dumani, me qiellën tokë të hypet zbres, do quhet Troplin gjerë ditën e fundit jetës tij. Troplin betë. Nuk mund t'ja iti këtoj. Nuk bëni mirë, sepse ai ishte një gjë të tmerrsisht të rëndë. Rëndoi krime monstruoze mbi te. Një lloj si Hajri. Ku është Hajri? Kush e kishte Hajri? E ti e din shumë mirë që flitet për një shumë të madhe. Personalisht për Dumanin me Hajri. Dhe Hajri, që këta thonë është në kërkim, merr leje ndërtimi para një viti me firmë të Edi Ramës, Altin Hajri. Këta e një konglomerat. Dhe ata që ushejnë shqiptarë këtë të vërtet, ata janë ushtarë të thjesht, janë mjeran të narkoshtetit, asgjë tjetër. Se këta në konglomerat, urdhon. I akuzuar se ka prej në copa kufomen. Ky e di se si ka, se çka ndodh aty kam thonë. Por fjalët janë, në atë kohë janë thënë që ka dhënë 600.000 euro. Unë do komentar s'kam sigurisht. Po e vërteta është që është i lirë. Ai bëri fushat aktive. Ai shkoi dhe kërcënoi deputetën tonë.